Mirë, me mua në studio është bashkuar avokati i njohur zoti Hidayet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem sot në studio, shoh që sot në fakt jeni veshur ndryshe nga herët e tjera, pasi ditën e sotme është zhvilluar një aktivitet i avokatëve penalist ku ju jeni nderuar me çmimin Toga e Artë. Por avokat, çfarë do me thënie ka ky çmim për ju dhe nga ana tjetër, në fakt dikush do pyeste se si ka mundësi që këtë çmim e keni marrë ju si një avokat pa licencë? Në fakt, kjo është Toga e Artë, edhe si veshje, edhe simboli saj është këtu. Është një vlerësim faktikisht që më bëri sot, ashtu si që bën vit për vit shoqata e penalistëve të Shqipërisë, pra kolegët, nuk ka vlerësim më të lartë faktikisht se sa kur atë ta bëjnë kolegët e tu, që janë profesionistë si ty, edhe kjo merr vlera faktikisht, kështu që unë e kam vlerësuar shumë, e kam vlerësuar në disa aspekte, por më shumë e kam vlerësuar si një lloj obligimi të ri, si një lloj impulsi të ri, që çka kam bërë, domethënë deri tashmë, duhet ta çoj shumë më përpara, sidomos në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit lartë shtetëror. Në fakt, kam patur sulme të jashtëzakonshme, sidomos për këtë vit, sepse edhe denoncimet që kam bërë, edhe dosjet penale që kam çuar në SPAK, edhe kallëzimet pra që kam bërë, kanë qenë me të vërtet nxehta, kanë qenë për krime jashtëzakonisht të rënda, që kanë ndodhur në këtë vend, por që ende rrinin pa u zbuluar dhe pa u ndëshkuar, dhe tashme ato janë regjistruar në SPAK, edhe kanë të bëjnë me njerëzit më të lartë të pushtetit, kanë të bëjnë me njerëz që në vend që ta drejtonin Shqipërinë, ta udhëhiqnin Shqipërinë, edhe të bënin diçka në të mirë të vendit, në të mirë të popullit, ata faktikisht me organizatat kriminale që krijuan, Sali Berisha nga njëra anë, Ilir Meta nga ana tjetër, dhe banda e tyre pastaja me gjerë, me ministra, me zëvendës ministra, edhe me deputet e të tjera, bën të kundërtën, bën ata që e vranë faktikisht Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse i shkaktuan viktimat jashtëzakonshme në njerëz, e grabitën me kusarit e tyre të jashtëzakonshme, dhe të gjitha këto tashme, për fatin e mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve, aq më shumë që në 2027 mbyllim dhe negociatat, dhe në 2030 do vemi në Bashkimin Evropian, por në Bashkimin Evropian unë jam i bindur 100% që ne nuk do të shkonim dot me faqet bardhë, në rast se këto krime të rënda që kanë ndodhur në këtë vend dhe të paimagjinueshme dhe që të dënueshme, qoftë edhe në vendet e botës tretë dhe në ato vende neofashiste e të tjera, pra vemi me procedime që janë regjistruar, që po hetohen dhe që faktikisht deri në 2030 edhe do të ndëshkohen këta persona që i kanë bërë faktikisht të krime. Kështu që në këtë drejtim flas që ata që u ka dhembur shpirti, do thoshja unë, nga këto edhe që janë prekur thellë, ata s'kan lëngur pa lëvizur, edhe lojën më të rrezikshme, edhe lojën më kështu ata e kanë bërë në aspektin që duan të më shikojnë mua pa licencën e avokatit. Mirë po shikojnë ëndra në diell, sepse ajo është një licencë që e ka marrë në të tjera rrethana, e ka marrë me dituri, e ka marrë me arsimim, e ka marrë me kualifikime, e ka marrë me doktorata të mbrojtura, e ka marrë me ndershmëri, me profesionalizëm të lartë, me një klientel të jashtëzakonshme, sepse nuk dua të shes mend, nuk dua të bëhem si doni më për Belulin, por më gjeni një avokat të dytë në Shqipëri dhe sfidoj këdo, të gjithë pa përjashtim, 100% avokatëve i sfidoj, më gjeni një tjetër që mund të ketë, domethënë, t'i dali mesatarja vjetore e gjykimeve, 3
3.5, do më thënë 3 çështje e gjysëm në ditë. Kolegë të mi do ta kishin prender të kishin në muaj 3 çështje e gjysëm. Kjo është realiteti. Përmendët Berishën, dhe me qënë se ju e përmendët atë, sot Berisha ka sulmuar Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, por në fakt administratën Biden dhe jo administratën Trump se ka ndërtuar një drejtësi politike dhe se mbështesin nga ana tjetër kryeministrin Rama. Por, avokat, çfarë tregojnë për ty këto deklarata të Berishës që kësaj ere sulmojnë drejt për drejt jo vetëm SPAK, po edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Por ai e shikon faktikisht, sepse kuptohet, një njeri që vetëm ka bërë ligësi në këtë vend, një njeri që ka bërë vetëm krime në këtë vend, një njeri që mision të tij atë kishte, do më thënë, t'i vriste, t'i çfarroste shqiptarët, dhe ta lindë vendin, do më thënë, ta lindë vendin pa ekonomi, pa ushtri, ta varfëronte maksimalisht atë, të pasuronte familjen e vetë dhe mbështetësit e tij. Pra, ai këtë objektiv ka patur dhe duke patur këtë objektiv, ai gjithmonë ka bërë rolin e një njeriu që ndryshe ka folur dhe ndryshe ka vepruar. Dhe pastaj nuk i ka ardhur fare turp, as nga kush, domethënë as nga vetja jo, por edhe nga të tjerët, sepse ata që e rrethojnë, ata që mori rreth vetes vet, i mori o me dosje, pra me dosje të sigurimit të shtetit, se ishte vetë, domethënë një bandit i tillë me dosje me pseudonime tjera këtu, por edhe me dosje dhe me pseudonim nga UDB-ja e Serbisë, pra i kishte vetë këto, metodat i dinte. Çfarë pseudonime ka patur Berisha? Po këtu tek ne ka patur penicilina ai, kurse atje në Serbi ka intelektuali, kur është rekrutuar. Dhe ky njeri pra, duke i mbajtur njerëzve vetë këtu, ca me dosje, ca duke i mbajtur duke u zënë fytin atyre me disa privatizime kriminale, duke u dhënë edhe uzina e fabrika e tjera, të tjerëve duke u dhënë edhe parat thata, të tjerëve edhe duke u amarë, duke u agrisu librezat e ujit dhe dritave, duke thënë që s'do paguani mes atje tjeta e të tjera, këta fanatikët e tij, edhe kur e shikojnë atë, domethënë që e shikojnë lakuriq, ata thonë jo është i veshur, Saliu. Dhe përjedhoi ky njeri tashme, ka ardhur momenti që nuk po e besojnë me edhe kjo kategori. Edhe kjo kategori po i thot, po gjithë Europa po flet jashtëzakonisht mirë për Shqipërinë. Europa po thot që Shqipëria e meriton që t'i mbylli negociata në 2027 dhe në 2030 bëhet antare e Bashkimit Evropian. Ti thua që Shqipëria s'plotson asnjë kusht edhe i kërkon ndihmë Greqisë që ta pengojë Shqipërinë fundet në Bashkimin Evropian. Je në vete as je në vete. Dhe ky na për të thënë që unë jam në vete, në thonjza, sulmon se e ka fajin tani Bashkimi Evropian që s'thën ka të vërtetën, e ka fajin Shtetet e Bashkuara të Amerikës e tjera me radhë. Dhe po për drejtësinë e për të gjitha dhe punë të tjera. Se jemi pikërisht te drejtësia, jo më larg se dje, besoj se edhe ti e ke ndjekur avokat. Berisha ju ka premtuar shqiptarëve një drejtësi të re në dorë të Gjingjonit apo edhe Adriatik Llallës, nëse ai do të vinë në pushtet. Por çfarë do të sillte për shqiptarët një drejtësi e tillë, avokat? Po ai nuk di të bëj drejtësi tjetër, sepse ai këtë drejtësi ai mbolli drejtësinë e gjyqtarëve, e prokurorëve, edhe e disa oficerëve të policisë gjyqësore në kohën e vet, po edhe të një policie shteti, sikurse të shërbimit informativ kombëtar, pra në dorë të njerëzve të shitur, njerëzve tradhtar, njerëzve spion të huajve, duke filluar nga Gazi Dede, tek ai Agim Sheu, edhe të tjerët me radhë pastaj mbrapa, dhe kështu e ka ta ndisi dhe gjyqësorin shqiptar. Një gjyqësor i cili i thoshe Saliut, vidh sa duash se nuk të bëj gjë, vri sa duash se nuk të bëj gjë, bëj firmat piramidale, meru 4 miliard shqiptarve, sepse nuk t'ju një gjemë në kemë, vri 5.000 si që i vrau në 97 se kur nuk do të gjukohesh e dënohesh nga ana jonë, dhe nga ana tjetër në alen në rehat që ti mbushim të dyja gjepat. Dhe përjedhoj Gjingjonat, plepagjinj, do më thënë, me fare me degë, ata u benë mbretër të gjyqësorit shqiptar. Dhe shqiptari shkret për të marrë drejtsin, vinte të Gjingjonat dhe vinte, do më thënë, si pala pa ditëse, si i pa diturit të dy kishin drejt për Gjingjonat,
sepse edhe paditësit ja merte 20.000 euro të Gjingjoni për të zgjidhur çështjen, edhe ati të paditurit ja merte dhe pastaja do të jepte vetëm njerit drejtën, ja kthente njerit në bandet tjetrit. Dhe kështu ka ecur kjo drejtësi e tyre. Dhe ai do që ta ringjalli dhe njerë tu abjeri shqiptarve një drejtësi të tillë. Për jedhojë do që të bëj kryetar të gjykatës lartë Gjingjonit, po të vinë pushtet dhe shqiptarët ulërin thonë nene të vi Gjini në krye të gjykatës lartë. Gjyqtar si Gjingjoni, do më thënë të rikthehen dhe njerë, të vi prokuror Adriatik Lalla. Thjesht dhe vetëm se ka mbaruar, do më thënë e Shplepaxhi, dhe e dyta se ka marrë mbesën e Liri Berishës, vllai i tij për grua. Mjafton besikria ndaj familjes Berishës dhe bëhet prokuror i përgjithshëm. Pastaj për më tepër do kemi dhe ministre drejtësie në pushtetin e Saliut, neve një sharabajk atje që është turpi dheu, do kemi Adriana Kalan, që mbasi e rrau mirë Saliu, do më dhe në rrau, e futin burg atje në Kruj, për vjedhje, për ajdutri, ajo tashme, do më thënë ka të sindromin që kush të rret do, edhe është bërë ajo fanatike madhe e Saliu, edhe kjo do t'jetë, do më thënë, qeveria e ardhshme, pushteti e ardhshme, që ne presim në datën 11 maj, që t'na vi Saliu në pushtet, edhe atere e mori ferraurat dhe ky vend zbet me sa djetjeta pastaj. Para se të vi doktori në pushtet dhe para se Gjingjoni të rikthehet sërish në drejtësinë shqiptare, së fundi janë rikthyer në SPAK ekspertët e UDAT, amerikanët, por Berisha ka deklaruar se nuk ju trëmbet atyre. Por avokat, nëse Berisha nuk ju trëmbet ekspertëve amerikanë, drejtësisë shqiptare, a i trëmbet Berisha dosjes Tropoja, që tashmë është në SPAK? Berisha nuk ka vetëm problemin e dosjes të Tropojës me 195 të vrarë, po të kishte këtë përsëri do merë Shqipëria mirë me të edhe ja gjente fundin. Po problemi është që Berisha ka bërë krime kundër njerëzimit. Berisha theu embargon e karburantit edhe të armëve duke furnizuar fashistët serb të Miloševićit kundër popullit të pafajshëm bosnjak dhe u bën masakra. Ai bashkëpunoi me Arkanin, bashkëpunoi me Slobodan Miloševićin për të bërë ato masakra dhe për të vrarë një popull i tërë atje në Berisha, vazhdoi mëtej bëri një luftë civile në Shqipëri. Ai ka urdhra, që ka dhënë urdhra, jo thjesht dhe vetëm për të hedhur ner ura e tjera me radhë në jugun e Shqipërisë, po edhe për të hedhur lëndë helmuse kundër popullit dhe u mbushën avionët me lëndë helmuse, u mbushën edhe me armë, edhe me bomba e tjera për të hedhur kundër jugut Shqipërisë dhe në këtë aspekt, pra ishtin ata ushtarakët e përgjegjshëm që nuk zbatuan një numër të konsiderueshëm urdhrash, po gjithsesi 5.000 vrarë janë nga ajo luftë civile që ai bëri dhe kjo është një masakër, kjo është një krim kundër njerëzimit dhe që pse ju keni deklaruar që Berisha duhet çuar në Hag? Po pikërisht këto, jo pa qëllim, po ua numëroj këto. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë me akte terroriste që ai ka kryer këtu. Është akt terrorist ai që organizoi përvrasjen e Fatmir Haklaj. Ti mund të vrash një person, mund t'i ngresh prit një personi, po jo të minosh gjithë vendin atje dhe na minimi atij vendin, na shpërtimi, atje vritet kushdo. Kushdo që kalon, sepse ti atë minime bere dhe atjo është rrugë nacionale që kalon çdo kush. Të njëjtin gjë bere për Halil Haklaj, të njëjtin gjë bere për Shkëlqim Haklaj, të njëjtin gjë bere edhe për duke minuar, domethënë, gjithë Shqipërinë, duke i ngritur avionët për ta sulmuar faktikisht jugun e Shqipërisë. Të njëjtin gjë bere kur urdhërove hedhjen e erë të ambasadës amerikane dhe ata që do ta zbatonin janë dëshmitar okular dhe e kanë bërë kallëzimin penal tashme, jo vetëm në ambasadën amerikane me kohë, po e kanë bërë edhe në SPAK. Jo kallëzimin edhe deklarimet e tyre për këtë krim, për vrasjen e ambasadores Lino, që e organizoi dhe ju në këtë studio keni patur edhe një dëshmitar okular, përveç dëshmitarëve tjerë, që unë i di dhe që ka vajtur kallëzimi penal për vrasjen e saj. Po pikërisht të saj, nga ana tjetër, mos harroni që ai Bin Laden, që erdhi këtu në Shqipëri
edhe u takua me Sali Berishën, edhe që e mbajti Sali Berisha, ja ushtroi për 6 muaj ushtarët e tij këtu, për çfarë i deshi ata? Pastaja, trafikun e armëve që bëri shkelzeni ti, me vajzën e ti dhe me Saliu në krye, duke ja dhenë Hamasit, dhe Hamasi me ato armë sulmoi Izraelin, dhe pastaj shërbimi fshet Izraelit i zuri këto armë dhe pa që ishin madhe në Albania, edhe erdhën zbarkuan këtu në Shqipëri bashkë me Amerikanët dhe i qoj rruga që të teraktoi Bende Sali Berisha, ju mendoni se të gjitha këto do t'ja falin edhe Shtetet Bashkuara Amerikës, apo Britania e madhe, apo vetë Izraeli këto krime kundër njerëzimit që ka bërë ky njeri do të shkojë në Hag. Ky vendin e ka në Hag, edhe shumë shpejt do përgatitet dosja e tij për në Hag. Ati ju bë diçka, dhe kjo nuk është sekret, nuk është as tash e them, por ati i vajtën ca njerëz të vetë aty dhe tani ai edhe i menjanoi ata, edhe nuk i ka futur as në lista aty për deputet, sepse ja krijuan atë situatën e lobimit gjoja që Trump do t'i hiqte në ngratën, edhe që të vinte të bënte dhe vizitaj në muajin mars, u hodhën dhe ca kolegë të mi avokatë dhe thanë, shikojnë në mars, do vej as do vej Saliu atje. Po Saliu duket nga ajo që është tepër i djallëzuar, po nga ana tjetër edhe që i ka fijet e mafjes së udbës, së Serbis, edhe brenda atje në Amerikë, i thanë mos hajde këtu se po herdhe, a ditë që do vish, arrestohe, edhe do vesh në Hag, me njerë do të qërësh në Hag, edhe e shmangi dhe tha që s'miqet me mua në ngrata. Ju jeni një nga njerëzit që keni çuar dosjen e 21 janarit në gjykatën e Strasburgut, në Hag, ku që pra andej, gjykata e Hagës e ka konsideruar si një vrasje... Gjykata e Strasburgut, drejtave të njeriut, është tjetër e Hagës, është për krime lufte. Po. Keni çuar në gjykatën e Strasburgut dosjen e 21 janarit, ku ajo e ka konsideruar si një krim shtetëror, pra nga qeverisja Berisha. Por ndërkohë, avokat, a jeni ju duke përgatitur një dosje për vetë Berishën për ta çuar në Hag për krime lufte? Po problemi është që nëse do të ecnin si duhet proceset këtu në Shqipëri, nëse nuk do bënte politik spak, se tani duket hapur që po bën politik, fakti që nuk po dërgoni gjyq bashkë me gjykatën e Erion Banit, aty nuk po e çon çështjen e kompleksit Partizani në gjyq, që të paktën të filloj seria e gjykimeve të tij, se e pasojnë mbrapa edhe 28 kallëzime të tjera që ka të gatshme, që ka filluar procedimi penal dhe që pjesa me madhe tyre ka mbaruar hetimi dhe ata nuk po çojnë as këtë, po e zvarritin e po e bëjnë, do të thotë që këtu ka një problem të rënd, domethënë këtu drejtësia jonë. Dhe derisa ka, domethënë probleme të kësaj natyre, tashmë pra ato që janë krime me të vërtet rënda, edhe duhen me çdo kusht të ndëshkohen, duke vazhduar edhe me grushtin e shtetit të 1998-ës, duke vazhduar mëtej edhe me krime tjera kundër njerëzimit, sepse dhe Joania Sebilja atje me ata djeme, vajza edhe shqiptar që u fundosën në fund të detit, edhe që u humbi Nami edhe Nishani, edhe që u lanë gjitha to nena Shamizeza atje në Vlorë dhe që vajtojnë ende sot, ata nuk i mbyti Italia apo Ania se u përplas e u bë, pa ta i mbyti Sali Berisha se ai e dha urdhrin që këtej që t'u dilnin përpara edhe vepronin ashtu siç vepruan. Të gjitha këto pa përjashtim, këto do sistemohen, këto do të kanalizohen, se janë krime lufte edhe krimet e luftës i gjykon vetëm Haga. Dhe ai nuk është problemi vetëm i imi, unë sot edhe kur mora këtë togën e artë, u thash kolegëve të mi, i thash si numër fizik edhe de jure jemi 15.000 avokat, de facto jemi pak, po përsëri jemi shumë, edhe kaq pak sa jemi, prandaj solidaritet, bashkim, profesionalizëm, adetari, hajtë bëhemi bashkë, do i bëjmë bashkë edhe të tjerë, që t'i kanalizojmë ashtu siç duhet të procese. Avokat, ishte kënaqësi e veçantë ju kisha këtë mbrëmje në ora e fundit, gjithashtu ju uroj shumë sukses me çmimin që ju. Kënaqësi edhe për mua, ju falenderoj shumë edhe për këtë ekspoze që ja bët sot, sepse me të vërtet ishte gëzim i madh për mua, për familjen time, por e vlerësoj shumë edhe këtë
reklam në kuptimin e mirë të fjalës që më bet për këtë eveniment të rëndësishëm të jetës time. Avokat, faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit për jush.